Dokumentet të reja të publikuara së fundmi zbulojnë përçarjen mes SBA-s dhe aleatëve europian mbi mënyrën e përfundimit të luftës në Ukrainë. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio paralajmëroi për një javë kritike, ndërsa në Europë po rriten shqetësime për qëndrimin e Washingtonit. Ndërkohë që pauza treditore e shpallur nga presidenti rus Vladimir Putin, që përkohë me 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, u prit me skepticizëm në Bruksel. Ndërkohë, Bashkimi Evropian deklaroi se Rusia mund t'i ndalë sulmet në çdo moment dhe nuk ka nevojë të pritet data 8 maj. Kritikët e Kremlinit e cilësojnë këtë si një përpjekje për të fituar pikë në sytë e SBA-s pas zhgënjimit të shprehur nga presidenti Donald Trump për agresionin rus. Lëvizja e Rusisë vjen pas takimeve të fundit mes liderëve evropian, presidentit Zelenski dhe Trumpit në Vatikan. Sipas Reuters, ekzistojnë dy plane të ndryshme për paqen, një i artuar nga SBA dhe një tjetër nga zyrtarët evropian në Ukrainë. Ndërsa plani amerikan pranon kontrollin rus mbi Krimen dhe rajone të tjera, dokumenti evropian kërkon që çështjet territoriale të trajtohen vetëm pas një anëpushimi të plotë. Plani evropian gjithashtu këmbgul për garancinë sigurie për Ukrainën të ngjashme me nenin 5 të NATO-s. Në të kundërt, dokumenti amerikan e përjashton antarësimin e Ukrainës në NATO dhe sugjeron heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë, gjë që në variantin evropian parashikohet vetëm pas arritjes së një paqe të qëndrueshme.